Përshëndetje. Tani pasi që ne jemi regjistruar, duhet të kyçemi për të vendosur punimin tonë. Për të kyçur në profilin tonë, ju duhet të zgjedhim login participants. Këtu duhet të japim emailin dhe passwordin ose fjalëkalimin. Shtypim butonin login. Këtu kemi disa opsione. Opsioni i parë është profile për të përditësuar ose azhurnuar profilin tuaj. Submit paper për të vendosur punimin ndryshuar dhe kështu me radhë. Preliminary agenda, ku ne kemi mundësi të shohim agenda preliminare, si dhe documents for you, dokumentet që mund t'ju duhen me rastin e ardhjes suaj në Kosovë. Fillimisht do të shkojmë tek profili, ku këto kemi të gjitha të dhënat të cilat i vendosëm më parë gjatë regjistrimit. Nëse dëshirojmë të shfaqim passwordin, shtypim butonin show password dhe tani e shohim passwordin. Dhe në këtë rast ne mund të ndryshojmë dhe të ruajmë passwordin varësisht se cilën dëshirojmë që ta lëmë. Krahas kësaj ne çdo herë do të pranojmë një email konfirmimi të regjistrimit apo azhurnimit të të dhënave tonë në inbox. Pas kësaj ne çdo veprim që e ndërmarrim atëherë ai do të na paraqitet, pra siç po e shihni do të na paraqitet dhe konfirmimi në emailin tonë. Pas kësaj ne do të vazhdojmë në pjesën submit papers për të vendosur punimin tonë. Puna e parë që ne duhet të bëjmë për vendosjen e punimit është që të zgjedhim pikën ose fushën ku do të publikojmë punimin. Ne fillimisht do të shkojmë dhe do të hapim një punim tonin të cilin tashmë kemi krijuar për ta vendosur në sistem dhe pastaj do të shohim se cili është. Mirë po, në pjesën e poshtme, siç po shihni, derisa ne nuk kemi krijuar një punim, atëherë është e pamundur që ne të qasemi për të ngarkuar dosjet. Prandaj për këtë ne fillimisht do të krijojmë punimin. Pra, ky është punimi të cilin do ta ngarkojmë me të dhënat të cilat ne po i shohim këto. Fillimisht do shkojmë dhe të zgjedhim fushën, cila është geoinformatik, geomjedis dhe geomonumente. Pastaj titullin do shkojmë dhe ta kopjojmë. Pastaj autor, si dhe prezantuesi, si dhe fjalët kyçe të cilat do shkojmë do t'i kopjojmë. Dhe shtypim butonin save paper. Your paper is registered successfully. Krahas kësaj ne përsëri pranojmë mesazhin e konfirmimit për regjistrimin e punimit tonë në sistemin e IMGZ-s. Pra, paper submission. Mirë po, krahas kësaj janë aktivizuar edhe pjesët për vendosjen e abstraktit, punimit plot, prezantimit, si dhe pagesave. Në këtë rast ne po ashtu kemi edhe dosjet të cilat i kemi krijuar, të cilat do shkojmë t'i hapim, pra kemi abstraktin e krijuar, punimin e plot, si dhe prezantimin. Me që tani për tani pjesëmarrja në konferencë është pa pagesë. Pra në këtë rast ne do shkojmë dhe do zgjedhim abstract submission dhe zgjedhim choose file. Këtu zgjedhim abstract dhe këtu zgjedhim save. Presim konfirmimin, pra konfirmimi, po ashtu konfirmimin e kemi edhe në email për ngarkimin e abstraktit. Pas kësaj ne pasi të rifreskojmë formën dhe kalojmë në pjesën e poshtme, do të shohim se kemi konfirmimin edhe këto që you have uploaded abstract apo ju keni ngarkuar abstract. Nëse dëshironi të shkarkoni abstraktin e ngarkuar, atëherë vetëm shtypni linkun të cilin e gjeni këtu. Krahas kësaj ne mund të shtypim edhe ose mund të ngarkojmë në të njëjtën formë edhe punimin e plot dhe shtypim save. Përsëri është i njëjti proces, si dhe prezantimi që është përsëri është i njëjti proces. Tani, siç po e shihni, kemi të ngarkuar punimin, abstraktin, punimin dhe prezantimin e plot.
Me kaq edhe puna jonë në profilin e konferencës përfundon. Ju falenderoj për vëmendje dhe ju më presim në Fakultetin e Gjeoshkencave në Universitetin e Mitrovicës në Mitrovicë me 19 dhe 20 tetor 2023.